Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e radhës dhe të fundit në fakt për këtë javë premte, data 15 mars 2025. Ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj si çdo ditë në fakt. Nga hëna deri në të premten, prej orës 7 deri në 9, fillimisht duke u njohur me disa prej zhvillimeve kryesore që janë raportuar së fundmi dhe ne kthehemi vetëm pas pak minutash për të nisur komunikimin me ju, kështu që mos u largoni, informohuni fillimisht dhe pastaj dëgjohemi me njëri tjetri. Me lajmin nga vendi në oranews.tv, mbetën të bllokuar në një mal në Gjirokastër, ndërhyn policia, shpëtohen 2 turistë gjerman. Aksidenti rënd në Bulqiz, mjeti del nga rruga, 1 i vdekur dhe 4 të tjerë në gjendje të rëndë. Kamioni përfshihet nga flakët, ndërhyn zjarr fiksi. Afera radhës miliona eurosh e Velie tenderi për godinën që nuk u ndërtua kurrë. Zjarr në malin e Moravës, shërbimi zjarfikës dhe banorët e zonës në luftë me flakët. Arrestohet e dashur Safet Bajri, dyshohet si e përfshirë në vrasjen e Fatbarlicit në Shkodër. Elbasani mirëpret vizitor trafik i rënduar në hyrje të qytetit për ditën e verës. Kryer radhë gjata me kamion në Morin, vonesa në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dita e verës, policia plan masash i akset ku do të ketë kufizime të lëvizjes automjeteve. Safet Bajri dhe 2 të tjerë apelojnë vendimin e GKK-s. Autoriteti mbikëqyrjes policore arreston efektivin e policisë në Tiranë, shkaktoi aksident në gjendje të dehur. Në listën e zezë të Lert Haxhiut, KPA kthej në detyrë Merita Selimin, prokuroren e Lushnjës. Shisnin drogën lokale në Tiranë dhe trafikonin në Kosovë, arrestohen 5 persona, 5 të tjerë në kërkim. Zhdukja janë prengës në GKK, festim Pesdili, ditën e ngjarjes erdhën 4 persona me maska dhe kërkuan shtyetëzanca gjyqësore për sterilizimin ja kur do mbahet e radhës. Vodhën shumë parash në 3 dyqane, arrestohen 2 persona në Fier. Emri dhe foto në kërkim nga Austria për trafik, arrestohet në Tiranë 44 vjeçari, pritet tek ekstradimi. PD ankimon vendimin për Marsida Xhaferllarin, Kalaja depoziton prova të reja në GKK. Emri Sarandi dënuar për shitje mjelli. Gjykata i sekuestron 2 pasuri, 2 automjete dhe 1 biznes. Vlorë pezullohet lundrimi për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit deri në 15 mars. Koçiu trajtim dhe kushte moderne, pediatrinë e specialiteteve në QSUT. Detajet e reja nga plagosja e policit në Kurbin, autori ishte në kërkim prej 2023-shit, tentuan të shpëtojnë efektiveve, por konfliktuan në makinë. Abuzime miliona euroshe me check-upin shtyhet seanca për GKK në GKK me Albana Vokshit dhe Vilma Nushit. Paralizohet rruga e Thethit nga Bora dhe ngricat bllokohen automjetet. Emri aksident në Shkodër Koplik. Automjeti përplaset me ambulancën, humb jetën shoferi. Aksident në Fier motori përplas makinën, një plagosur. I ndaluar për vjedhje, 46 vjeçari gjendet i pajet në bllokun e sigurisë në Tiranë. Plagosja në Kurbin i arrestuar, 2 të shoqëruar. Vjen me lajme nga politika. Përgjimi në burg i Veliajt, Berisha u urdhërua nga Rama dhe u zbatua nga Ulsi Manja, i duhet PS-ja pas humbjes në 11 maj. Në listën e sigurt Partisë Socialiste Iris Luarasi do të mbroj kauza të cilat unë i besoj më shumë kujdes nga ata që ke afër. Tafani, PS-ja por i konfirmon deputetët që nuk i ka parë si aktiv kanë qenë në kuvend.
Edhe Partia Socialiste ka gjuzin e saj, zuri vend të sigurt në listën e Tiranës, Silva, në ndriti ylli fati madh që i bëra Lajka Ramës. Xhelili mundej që për arsye personale të mos përfshihesha në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste. Një 90 faqe përgjime Lala, mediat e Velie nxorën fotot e fëmijëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Si shkarkohet Velia nga Bashkia e Tiranës, avokati Daci tregon skenarët do harrohet në paraburgim. Urdhër mediave që të sulmojnë drejtsinë të mori pse SPAK nuk merr masa ndaj atyre që bën shantazhin. Bushkolaj diaspora shqiptare në Greqi anon më shumë majtas, ajo në Itali më shumë djathtas. I përmbysën qelin nisi kërcënimet, Lala zbulon përgjimet për Veliajn, urdhër mediave të sulmojnë drejtsinë. Porositi lajme dhe sulme nga burgu Xama, Velie u referohet gazetarëve si Çirak, SPAK ka bërë kontrollet e huan lidhur me Harbër Veliajn. Për u shpresën për lirim në gjykatën e lartë Daci, ja gabimet që lanë Veliajn në burg, avokati amerikan nuk mori vesh asgjë nga ligjet tona. Bala, Partia Socialiste më angazhuar në diasporë, e diku i ka votat dhe në raport me qarqet këtu. Dule opozita në rrugë për të fituar zgjedhjet, Rama me sektin e tij as koalicion nuk formon dot. Lapaj pranova listat e mbyllura, më të mirët të shkojnë në parlament. Spiro Pali, marrëveshjet e miratuara në kuvend përshpejtojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e lartë të PD-s takojnë komisionerën Kos, mazhoranca po përdor drejtësinë. Berisha prezanton programin e qeverisjes 2025-2029 për infrastrukturën dhe transportin autostradat Tiranë-Durrës do zgjerohet. Platforma OBP i kurse u buxhetit të shtetit 20.4 milionë euro gonxha, janë lehtësuar procedurat dhe është rritur transparenca. Hapja e tunelit Murrizit Rama nesër dita e verës shkon edhe në Dibër dhe bëhet përfundimisht lagja e gjelbër e Tiranës. Basha prezanton Doriana Musajin si zëdhënësen e fushatës koalicionit Euro-Atlantik. Berisha 12 miliard euro janë dhënë nga Rama për infrastrukturën, por investimet nuk kapin as vlerën e 1 miliardëve. Beria gënjen dhe e kthen në qesharake çështjen e tij. Bashkia e Shkodrës e mbron kryetarin e ri pasuesin Leonid Belerit që kandidon në 11 maj. Balliu hedh në kosh listën e mbyllur të Partisë Socialiste për Tiranën, është lista e narkopartisë Hajtuta në Bashki e Qeveri. Bëj së shpejti zyrë përfaqësimin në Tiranë, ministri Hasani ecën përpara me agjendën evropiane të Shqipërisë. Velie pranon sulmet, i kamsharë prokurorët dhe gjyqtarët nga telefoni. Partia e Lirisë prezanton 12 kandidatët, Blushi vetëm me votat tona, koalicioni fiton 20 mandate të sigurta. Loja me listat pritet të testojë edhe një herë fuqinë e makinerive elektorale. Spiro Pali me komisionerën Kos, prioriteti kuvendit përfundimi i negociatave, hapja e zyrës së BE-s, vlerësim për Shqipërinë. Ulan Burg Velia shkruan nga qelia i dëshpëruar, më ngritën kurth, e gjitha duket si një ëndër e keqe. Debatin Partinë Demokratike për listat Saliani një mesazh nga qelia, ndje se si ju brengat, por këtë herë t'i japim një shans Shqipërisë. Gazetari Mizura ka 4 vende për aleatët e Partisë Demokratike në listën e mbyllur të Tiranës, surprizë. Shohim lajmin nga rajoni. Arkeologët zbulojnë portin në New York 2000 vjeçar në Greqi. Me lot në sy jam trim i trimave. Mjeku i QKUK-s plot emocion rrëfen takimin me Thaçi. Vizitoi babajën e smur kur ministri Rama ndan foton e Hashim Thaçit, burr. Vučić u kërkon studentëve të vendosur në kampe në Beograd të kthehen në shtëpi në 15 mars. Serbia drejt vlimit politik,
si po përpiqet Vučić ta zhvendos krizën Kosovë. Një grup personash bllokojnë hyrjen e televizionit në një në Beograd. Krimi brenda familjes shqiptare në Greqi del ekspertiza 44 vjeçare u godit mbi 40 herë. Albin Kurti vazhdon aktivitetet pavarësisht përfilljes së urdhrit të gjykatës. Thaçi largohet nga QKUK-ja pasi ka vizituar babain e tij të smur. Hashim Thaçi lë paraburgimin në Hag dhe vjen në Kosovë, vizitë në spital babait të smur. Krimi në familjen shqiptare në Greqi, ky është autori 53 vjeçar. Detaje nga krimi në familjen shqiptare në Selanik. Gruaja doli në balkon, bashkëshorti e tërhoqi dhe prokurorët bosnjak lëshojnë urdhër për arrestimin e Milorad Dodik. Gaboj rënd, Vučić, Serbia nuk do ta mbështesë kur arrestimin e Dodik. Maqedonë si SBA-ja do na ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve strategjike ushtarake. Bosnjë Hercegovinë prokurorët në bosnjak urdhërojnë arrestimin e liderit serb Dodik. Bëj mesazh Beogradit, ulin tensionet, të shtunën protesta masive, Vučić kërcënon me arrestime. E rënd në Selanik, tragjedinë në familjen shqiptare. Kosova miraton nismë për marrëveshjen në fushën e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara, Kurti të ngrem kapacitete strategjike ushtarake. Vendosje do rivotim të diasporës ekspertët, kjo do zvariste konstituimin e institucioneve. Ambasada gjermane përplaset me komentuesi serb, mbjeshkët e Kosovës nuk janë serbe. Albin Kurti, sekretarit të NATO, Serbia, me ndihmën e Rusisë, ka ndërhyrë në zgjedhjet e Kosovës. Jo me lajmin nga bota. OBSH, rastet e fruthit në Europë u dyfishuan në vitin 2024, më e larta që nga vitin 97. Vrima e ozonit mbi Antarktidë mund të zhduket plotësisht deri në vitin 2035. Pranë qytetit më të madh të Alaskës, një vulkan mund të shpërthejë së shpejti. I e fund mandatit të Trudeau, Mark Carney do të bëjë betimin si kryeministri 24 i Kanadas. Tërmeti godet vendin pranë Shqipërisë, ja sa ishte forca e lëkundjeve. Putin nuk do të heqë dorë nga territoret e marra, ish diplomatja e Bashkimit Evropian, Rusia nuk e do Zelenski në krye të Ukrainës. Putin paralajmëron trupat ukrainase në Kursk, dorëzohuni ose Papa Francesku feston vitin e tij të 12 si udhëheqës i Kishës Katolike. Vatikani shpërndan mesazhin zanor të tij. Armëpushimi i 30 ditor, Trump shpresoi që Rusia të bëjë gjën e duhur. Pak metra nga tragjedia, gabimi fillestar mund të kishte përplasur avionin në Angli. Kremlini ngre alarmin, Polonia kërkon armët bërthamore amerikane. Hetimi për rishfet në Parlamentin Evropian, një arrestuar në Francë. Michelle Obama tregon zakonin e keq të Barack Obamas që e kishte bezdisur vazhdimisht. Polonia përgatit armatosin në shkallë ligjer, Tusk kërkon ndihmën e BE-s për të forcuar kufijtë. Autoritetet akuzojnë Hawaii për rishfet në Parlamentin Evropian. Pensionistët në Argjentinë të pakënaqur protesta kundër masave të kursimit të energjisë ju bashkohen tifozët e klubeve të futbollit. Trump nuk ndryshon qëndrim, aneksimi i Grenlandës do të ndodhë. Azerbajxhani bie dakord për të gjitha anenet e marrëveshjes së paqes me Armeninë.
Instituti për Ekonominë Botërore, Europa mund të zvendësojë shumicën e ndihmës së Shteteve të Bashkuara për Ukrainë. Trump kërcënon Europën tarifa 200% ndaj importeve të verës, konjakut dhe alkoolit. Kina i bën thirrje SBA-s të angazhohet në dialog për zgjidhur tensionet tregtare. Lufta në Ukrainë, Rusia në Bielorusi akuzoi NATO-n për veprime armiqësore dhe destabilizuese. Diplomatët e vendeve të G7-s takim në Kanada. Putin thotë se Rusia pajtohet në parim me propozimin e Shteteve të Bashkuara për armëpushim në Ukrainë. Debati i jashtëzakonshëm në Gjermani, Deutsche Welle merret në presion për financimin e planeve qindra miliardësh. Demokratja e njohur Kamala Harris dëmtoi shanset për një president e femër. Shtëpia e Bardhë tërheq emërimin e drejtorit të qendrave për kontrolin e sëmundjeve. Çfarë kanë të veçantë mineralet e Ukrainës? Ja çfarë thot gjeolog. Studimi mikroplastika arrit rezistencën ndaj antibiotikëve, vendbanimet e refugjatëve në rrezik më të lartë. Rusia pranon në Kursk general Ukrainas, jemi akoma në rajon. Analiza BBC-s cilat janë tarifat dhe pse Donald Trump i përdor ato. Në fund, ndajmë nga sporti. Lugano eliminohet nga Celje pas një skenari mahnitës ja rezultatet e të gjitha ndeshjeve në Conference League. Përballja në Champions Harry Kane paralajmëron Interin, Bayern është gjithmonë favorit. Manchester United kualifikohet në çertifinalet e Europa League. Ethet e listës së Silvinjos pritet e riktimi me Mehmetit bën buj emri i etnik Brutit. Roko Vata, jo Shqipëris, birja është morale që të vazhdosh në hapat e babait. Xavi Hernandez thyen heshtjen pse të mos jem sërish trajner në La Liga. Ishte në M2 Ancelotti zbulon, ndrova Endrick me Rudiger, nuk i doja penaltit. Video eliminimi i Atletikos mes polemikash UEFA jep sqarime për penaltin e Alvarez. Lamine Yamal futet në historinë e Champions League. Barcelona refuzon 65 milion euro për mes fushorin De Jong. Zyrtare Bayerni blindon një tjetër yll, Kimmich rinovon deri në vitin 2029. Deschamps shpall listën e Francës, Mbappé kthehet si kapiten. Reagimi i tifozëve të Atletikos nëse UEFA ka pamje që konfirmojnë atë që ka thënë vari, t'i bëj publike. FSHV një hap prapa, Roko Vata merr ftesë nga Irlanda për ndeshjet e marsit. Donnarumma, PSG e ardhme e pasigurt dëshiron të rinovojë, por drejtuesit janë të paqartë. Formula 1 po afrohet çmimi i madh i Australisë nga Hamilton te Verstappen, flasin protagonistët. Lista e Gjermanisë për ndeshjet e marsit ftohet mbrojtësi i Interit i rikthehet me fushori i Bayernit. Schneider zbulon interistët, më thonë se nuk ka mbrojtës të djathtë më të mirë se Dumfries në Europë. Andrea Agnelli rikthehet te Juventusi, vjen për gënjeshtrimi i Exor, zërat nuk kanë asnjë bazë faktike. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të paktën 24 orëve të fundit që ne i përcjellim çdo ditë për ju përmes faqes sonë të webit oranews.tv, aty ku ju vazhdimisht mund të keni edhe vetë akses nga kudo që ndodheni për të ndjekur aty çdo lajm apo zhvillim kudo që ndodh nga vendi dhe jo vetëm, si edhe detajet e programacionit ton
që nisin nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë. Ora 7:20 jemi në fund të pjesës së parë. Në komunikim të drejt për drejt me ju, po, në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639, numra që i keni vazhdimisht në ekranet tuaj. Ju presim edhe sot në takimin e fundit të kësaj jave e premte, data 15 tashun në nisjet e emisionit. Bukur, e di që tash 15, do doja që t'ishte, por 14 sot. Mars 2025. Pse nuk më tha që kuptova. Bukur. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 14 mars. Nuk do ta bëjmë asnjëherë këtë 14 marsin. Gjithmonë që të vi. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Of these victims. Apo? Hello? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Gjerzi nga Rrshajnit kam telefonu. Urdo? Gjerzi nga Rrshajnit ju flas. Po Gjergj. Kam telefonu ju 3-4 herë për problemin e rindërtimit. E s'kemi marrë si përgjigje akoma. Edhe ne se kemi marrë dashur Gjergj. Ende ju jo. Na thon do bëhen, do merren, por se kur? Po. Të shpresojmë para zgjedhjeve. Se sikur. E kuptova, e besoj. Po, është e kuptueshme. Të përshmes, e kaloj. Edhe u të përshëndes Gjergj, faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetër. Alo. Mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Alo. Uleni zolin televizorit, zotërin. Jam një fshatar nga Fushruja. Mirë, po uleni zolin televizorit, ju lutem. E kam fake fare televizorin. Bukur shumë. Jam nga Fushruja, Gjenës Dyshi. Nga prish djarë jashtë përdërimit 2 hektarë tokë. Po. Një më them numërim i kam shkuke zyrat në Tiranë afër stadiumit i kanë zyrat të. E qeshin kaj tek sekretaria që ka i person mi fjalë ku di se çfarë janë ato inxhiniera di janë. Edhe më thosh këto shko atje, marr të inxhinirat e kantinit tu. E i takoj, thonë na s'kemi çfarë të bëjmë, e ma kanë zerr, ma kanë mush me nerte me gurë, me shaku dhe me ma kanë falë drejtë tonë këtë. Po shkoni një mundësi për këtë ngjarje që bën. Po, i nderuar, edhe një, çfarë po ndërtohet aty? Si e morën tokën pa dijenin tënd? Po autostrada, thomon ka shor. Po s'ke marrë kompensim? Jo, nuk kam për kompensim. Më kanë prish tokën, në fakt ta mushim me dhe, e më kanë mush me gurë. Me shaku dhe me gurë, që nga të jashtë përdërimit toka. E kuptova. Po mirë, asnjë reagim nuk kanë tani? Jo, s'mragëgjish. Në fakt të di bëhet me atë të rregullim si që bëh fjalë. E asnjë tash as më shohim me sej. Sa kohë ka? Sa kohë po bën që ndodh kjo situatë? Alo? E kemi apo jo? Flisni, ju lutem. Po nuk flet. Mos ka rënë linja. Okej, shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si e? Mirë, zonjë, si jeni ju? Mirë. Të kam sill një dokument të Instagrami jot. Po? Kush jeni? Fatma Fatimi e kam. Po, sot po e shoh. Çfarë është ky dokument, zonjë? Ai dokument është ka dhënë bashkia një ditë pas se lidhet shorteu i... Po dëgjoj, do ma sjellësh pak më të pastër, të lutem, se kjo nuk lexohet. Të lutem, mirë? Okej. Sepse nuk lexohet. Lexohet edhe një njoftim për pjesëmarrjen në shortin publik. Megjithatë ma sqaro pak me fjalë, për çfarë bëhet fjalë? Ja, po ta sqaroj. Është kemi firmuar se bashkia për të marrë shortin për shtëpiat e tërmetit. Po. Edhe kur shkume aty te shorti, na thamë s'do të merrni ju. Po pse? Arsyeja? Arsyeja është sepse ne ishim afër fabrikës cimentës, afër fabrikës. Edhe?
Edhe fabrikën, të mbesoj djalin me një shtëpi, po aty do mesha 115 metra katror. Në një trung ishit me djalin? Po, 115 metra katror, ndërsa shtëpia jonë është 60 metra katror. 55 metra katror më ka borx bashkia. Ma dërgo të plot dokumentin, po, më duke se... Jo, mos flas para kohë, ma ço kështu të pastër atë, dakor? Se kështu ka funksionuar brandaj për fat keq në disa raste. Ma dërgo të pastër atë, zonjë, mirë? Okej. Falenderoj shumë. Kalofsh mirë, ciao. Edhe juve, faleminderit për telefonatën. Kemi tjetër? Mirëmëngjes. Shlarguar. Po, e kemi. Alo. Mirëmëngjes. Më desha me anë të televizorit juja, të bëj një thirrje e Tiranës, që thot, po vinë pensionistët me jetu në Shqipëri. Lutem, sa e kanë pensionin ata, e sa e kemi ne? Kush ata dhe ne? Italianët sa e kanë? Më falë, okej. Nuk e dëgjova në fillim, pra ne. Edhe ne sa e kemi, që ato vinë me jetu këtu. Ne jetojmë do të ati në kaq, sa, Mare. E kuptova. Vetëm një, si gjinë boj, një pyetje. Pa në gjë nga goja e Zotit Rama. E qartë. Mirë. Faleminderit edhe juve, e dashur për telefonatën. Ne kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Kemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:31, konsumoni ujë të mirë në shtëpitë tuaja, abononin Ecosoft për këtë, pasi do të keni vetëm ujin e mirë, por gjithashtu edhe më shumë mundësi për të kursyer pak më tepër para, sidomos në këto ditë dhe javë, po. E pas keni marrë dhe ju Ecosoft. Regjia. Shumë mirë keni bërë në fakt, sepse zgjidhja e dur dhe e vetme për të pasur ujin e mirë në shtëpitë tuaja, mund t'i bëni analiza kudo që ju keni dëshirë, në mënyrë private patjetër, dhe do të shihni që keni të bëni me një ujë shumë cilësor. Dhe kur kjo ndërthuret pastaj me çështjet e çmimit, që shfare pak asgjë, shumë e papërfillshme në krahasim me shpenzimet aktuale që bëni për ujë, e bën akoma edhe më të domosdoshëm këtë produkt. Ndaj telefononi në 067 40 40 504 për ta bërë tuaj, për ta pasur gjithmonë në shtëpi dhe po ashtu gjithmonë ujin e pastër. Mund ta merrni me vete kudo që ju shkoni, jo pa hisje në ujë. Faleminderit Ecosoft. Po, mirëmëngjes, telefonata. Alo. Flisni, lutem. Nuk flet. E mbyllim dhe presim tjetër më mirë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë fillim të pjesës së dytë të emisionit. Ora 7:33 vijon komunikimi me ju që prej orës 7:20, ndërsa fillimisht ju njohëm me lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Dhe ju presim, si gjithmonë, na shkruani në rrjetet sociale se kundër bëni çdo ditë. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të mora dhe kam bërë një kërkesë për një aplikim për certifikat, po, si e bërë. Cili jeni? Me 053 të allash në më ndje, por... Një sekund. Gjashtet 30 apo është tjetër? 068 466. Një sekund. Po, si vazhdon pastaj? 30 53. 30 53. 53 apo 58? Jo, 53. Unë kam marrë 58. Jo, një sekund. Të kam shkruar një mesazh tani. Unë kam marrë 58 në fundin nderuar. Pra e kam marrë 62 63 058. Të kam shkruar një mesazh aty dhe më nis dokumentin e aplikimit, dakor? Shumë faleminderit. Asgjë fare. Të lutem, faleminderit ty. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë. Mirë shumë, si jeni ju? Mirë. Kam një pyetje. Kam vëllan, më mori 10 vjet kemp. Ishte i sëmur edhe mori 10 vjet kemp. Po. Tash më i quhen këto vite 10 vjet për pension? Për pension, po, nëse është paguar nga sigurime shoqërore, po zonjë, i llogaritën. Po, është paguar, po se ca na thonë që ka kështu tokë. Ç'lidhje ka jo? Po, kështu na thonë edhe s'marrin një vesh tash. Ajo ka 10 vjet edhe ja privën pastaj kempin. Kush ta thot? Kush ta thot këtë? Po ja ato të sigurimeve shoqërore atje ku kemi në Korçë. Zonjë. Ato çokolin ka na thonë që jo nuk i takon se ka marrë ka tokë. Ai ishte i sëmur tash i 10 vjet, tash i ka ato 10 vjet në sigurimet. I ka. Rrof saman. Shumë faleminderit, punë të mbar. Faleminderit ty për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesni. Mirëmëngjesni. Mirëmëngjes Klodi dhe gëzuar ditën e verës. Dita verës sot. Interesante. Qa bëhet për ditë vere, përveç ballokumeve të Elbasanit? Për ditë vere bëjmë plot gjëra ti. Klodi kemi bërë në kohën e ateshme dhe tani plot gjëra. Çfarë plot për shumë? Plot gjëra, do me thonë ai byreku me lek me një shellëqe. Ai byreku me lek sa dhëm ka thyer. Në kohën e ateshme ish një kai me bënte biskota me sheqer të pjekura. Si bën këto? Nga Korça. Si bëhet kjo biskota me sheqer dhe e pjekur? Sigura bie. Misra të sata në kazan bakër, me hi, shplan dhe i sjen. Do me thënë bëjmë shumë gjëra. Po byrek me hithra? Po bëhen. Me 12 jeshillëqe. Edhe bëjnë shumë gjëra, ti Klodi, shumë gjëra, po në sot, nuk se më ka dalë vajza që di dhe jam çiksi e prerë. Si është tani? Po bëjmë unë pra daj të flasin çiksi. Më mirë është, si sot java ajo është operuar apandesi me stomak dhe më mirë e kam anë java, më mirë është, po në ilaçe me kurime, po më shpëtoj nga përqime. Më shpëtoj. Rofshimi, doktorë, të gjithë. Edhe unë sot Klodi këtu në këtë ekran të bukur, të pandar, të përditshëm, dua të uroj vllajin tim, ne i vajtëm dje në takim, se sot s'kish takim, se bë 50 vjeç. Urime. E verë Dandallako dhe uroj 100 vite të lumtura Zot. E uroj edhe ne bashkë me ty. Edhe flotërimin që kisha për Venecia sot e humba, kështu që të kemi mirë njerëzit, po vajza këtu, sikur s'vetë. Okej, mirë, nuk shkove. Okej, mendova se u zgjove vonë. Jo, e kam për në 3 masdite, po jo që avi. Klodi jeni shumë gazetari mirë. Nëse është mirë ik, largojen çik mendjem, pse? Shumë përshëndet të gjithon të mi, që kam të gjithë intelektual të mirë, kam qënë të vjetën këtu, jam shumë të mirë të gjithë në vlarë. E kemi mirë të gjithë. Kaloni mirë të gjithë? Edhe ti Klodi bashkë me stafin, uroj fat. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat e dashur. Presim telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ma shkoda për qësë për Klodi? Po? Kena komuniku sa herë bashkë. Do dhe faleminderit për këtë, po një aplikim për një certifikat për nësie, da kupton? Ne mund vjerës. Kena folë sa herë bashkë, a kupton? Cili rasti ndërkohë? Po, më kanë kësi një përgjigje të shatje. Çfarë kanë thënë? Ka dashë më kanë thënë që në sjell një dokument që në ka detyrimet me shtetin, a kupton? Po, merr kollajë dhe në tatime. Po, e mora atë. Ka një muaj gjysh që kam dërgu atje. Një moment, dëgjoj pak, po si e ke dërguar? Kam dërgu me notar. Me post? Me post. Po pra, po, e ka bërë aplikimin pa pagesë? Pak më, pagesë e vogël. Jo, pa pagesë, është një AV0 që quhet ajo dhe shoqërohet me këtë dokumentin. Duhet ta ketë bërë kështu noteri, jo thjesht dorëzim dokumenti. E para, e dyta, nga një muaj që ka kaluar, e ke pyetur për përgjigjen? Jo, që kam pyet me thënë. Po jo, duhet më pyet. Duhet më pyet, Po patjetër, pyete që sot dhe më merr prapë pastaj, sepse duhet të dalë me shumë mundësi. Mirë, më Klodi, të rrit zoti, faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë. Po, shëndosh. Ti je mirë. Kemi tjetër në linjë, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Nuk flet. Okej, do presim të tjerë. Në numra që i keni vazhdimisht në
ekranet tuaja 068 99 00008 dhe 068 654 639. Shumë mesazhe kemi. S'mund të përgjigjem gjithë, kështu që okay. Ka telefon në linjë rind? Alo? Alo, dëgjojmë apo jo? Okay, dakord prapë. Duhet të ma thuash apo jo? Ti një herë në javë jem po. E mësoj gjatë emisioni pas. Harro. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodin kërkoj. Klodi jam. Po, kemi ta prona që kemi edhe për 9 vjetë, kemi një 7 vite që kemi... Uleni zërin e televizorit. Alo. Po. Më thuaj. Kemi 7 vjetë që kemi dhe letrat në komunën në Pardash, në Plak. Po. Edhe dhe më thjesht është skandal akoma. Kur i kem mbyllur dokumentet? Do kemi 7 vite, thashtë? 7 vite? Në komunat në Plak. Në cilën kadastër i ke bërë? Po, me letrat i kam, i kemi më shpiz, letrat. I kemi ma letrat në i dharë ki shuë, Si? Akoma skandal. Në cilën kadastër? Letrat e ka i që i mbylli, skandal akoma. Janë në proces këtu. Në cilën kadastër, mo? Po. Në cilën kadastër, po, thot? Po në të Beratit, pra. Në Berat, dokument aplikimi, ke i nderuar? Po. Ma nisë këto rrjetet sociale? Edhe të... Ja të dërgoju me këtë vinë qupa. Po, kur të vi, vajzë, mi dërgo ato dhe të shohim, më kupton? Mi, shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit e ty. Faleminderit. Po, shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo. Jam një shtej nga Berati. Po, ule zërin televizori, zërin. Në dëgjoni. Jo, nuk të dëgjoj nëse nuk e ule zërin televizori, të lutem. Por e qarë betu në Shqipëri doje të thoshe unë. Në dëgjoni. Të dëgjoj. Ai nga Burgos thot që do kandoje dhe do marrë kaq vota. Qarë betu? Këtej për sëret shpagu dhe këtej thote për cakton dhe edhe... Këta si Ilir Meta, si tjetëri që sëret shpagu, qarë betu në Shqipëri? Lëmoshër akoma bejta 34 vjetë lozin, majtas, gjasas. Po mos i votoj njerëzit, oj dashur. Mos i votoj? Mos i votoj njerëzit. I marri vetë se kanë lekë ata, i hedhin lekë ata dhe i jesë ku dojë. Mos korruptohen njerëzit, mos e pranojnë atë lekun. Mos e pranojnë, po ja kanë korruptuar popullin me 50.000 ose me administratën. Nëse kanë korruptuar atëherë i dashur, gjithë të mirat dhe na lër neve të dëgjojmë hallet e njerëzve. Gjithë të mirat edhe një herë. Iki me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Okej, më mirë të rrim pak sekonda borë se sa. Po tani, edhe kështu, edhe ashtu. Edhe si duam, edhe i votojmë. Edhe i mos përfillim, edhe u pranojmë lekët. Urdhroni. Po si ke një... Mirë si jeni. Jam nga Tropoja të flas, për disa probleme toke. Po? I kam ba me letra, me çdo gjë. I kanë marrë për Tropoja, kanë çunë kuks. Po? S'pëna japin mora burra, ato e... A ka flenë gjumë mi, ato dosi, a qa ka bënë? Dëgjoj pak. Kur e ke bërë aplikimin? Ka 5 vjetë o burë. 5 vjetë? 5 vjetë. E ke dokumentin që ke aplikuar? E kam dokumentin që kam aplikuar, më kam thonë këta këtu. Të bashkit që kanë shku, të tokave të bashkit që kanë shku në kuks, a e kuksis në ras fletas. Po shiko, mundohu të më nisësh dokumentin që ke aplikuar dhe ta shohim pastaj. Më duke që ka kepin të brak të Safetgjicit. Si? Më duke që ka kepin brak të Safetgjicit. Adil Kuks. Safetgjici ka ikur, la?
Pa I kanë ikë me kalon ata mrapa. O nderuar, s'më duhet mua emrat, po unë po them jep dokumentin e aplikimit, sa Gjitsi s'ka lidhje me kadastër. Ta çoj. Nis dokumentin e aplikimit dhe të pyes kadastër, ç'lidhje ka bashkia me kadastër. Ka 5 vjeç më burr, ka 5 vjeç që I kem çuar. O I dashur, po e di pra, po ma nisa të dokumenti që të pyes çfarë ka ndodhur. Në rregull. Mirë. Të përshëndes shumë. Më na fal për shëtitje. Jo more se nuk më shqetësove, nuk më erdhe në shtëpi, jam në punë, kështu që mos e Je vetë ka xhillë ti, po bëjmë pak shaka. Hajde. Nuk e tek. Okej, mirë. Ma nis dokumentin dhe të pyesim. Shakat pastaj. Po na doli koha. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe Si? Gjumë përse në vesh. Nuk të dëgjoj. Jam një banor I fshatit Qatar, kam bo një aksident. Edhe kam përfitu kështu ndihmë sociale, bashkie. Po, edhe? A e përfitoj bonusin këtë muj? Jo, kjo kategori jo I nderuar. Nuk e përfitoj, a? Fatkeqësisht jo. Po për pension me fjalë mund të marr këtë unë apo pensionin? Jo, në rast pension të drejtën, dëgjoj pak, të drejtën për të zgjedhur mes pensionit dhe pagesës së invaliditetit e kanë të gjithë ata të cilët janë invalid përhershëm. Në rast konkret me ndihmë ekonomike nga bashkia jo. Jo. Jo, do dalë në pension. E para, e dyta. Treta. E dyta, edhe një pyetje kisha. Po. Po ta paracakohesh për një karrocë për invalid, ke parasysh? Po? Me bateri. A mund të ma ashu? Mund ma gjesh? Jam pak të... Se unë jam krevat ka 9 muj, kam hë për 10 muj. 9 muaj në krevat, ë? Nuk bëhet fjallë më unajt, me fjallë qës po për zotin. O si ja bëndani, si mundesh? Si ja ke bërë gjatë kësaj kohe? Absolutisht vetëm e shumë të avont. Vetëm shof të avonin në asgjë tjetër, me fjallë nuk lëvris fare. Të mërshme. Çfarë keni nevojë nderuar? Unë pata nevojë për kështu karrocë nga këto të... Jo karrocë dore, karrocë automatike. Elektrike? Elektrike. Elektrike. Ku banoni ju, në cilën zonë edhe njëherë? Ku banoni dashur? Në Qafin Kashar. Qaf Kasharit. Në Kashar që keni afër. Do bëjmë një përpjekje, por te regjia do të më lësh një numër kontakti, mirë? Dakord? Të gjej numër kontakti ke regjia, e? Mos e mbyll telefonin, mos e mbyll fare, Erin. Shkëpute nga unë. Mos e mbyll telefonin, ë? Po shiko se mos ikën. Shkoj me telefonat tjetër në ndërkohë. Alo? Mirëmëngjes. 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 Urdhoni, zotri. Unë desha një numër kontakti privat, kisha një pyetje Klodi. Si? Ule zërin televizorit, të lutem. Ule fare ka. Ule në zero, të lutem. Pa. Një numër kontakt privat. Çfarë po thua? Të kujt? Tendi. Si të ta japu në publik numrin? Jo, të do në mesaj me këtë numër, si të të bëjë numërin tim në mesaj. O më thua, çfarë, si e ke hallin, çfarë problemi ke? Jo, unë kam lejë një ndërtese. Çfarë ke bërë? Në 24-ën, dhe nuk jam bërë këto aplikimet. E në kam një gjobë 3 milion lek. Si e ke bërë? 3 milion lek, gjoba. Dhe nuk kemi aplikuar në kohë. S'ke aplikuar në kohë, dëgjoj pak i dashur. Më mirë të tregojmë i sinqert se sa të them kështu. Ajo çfarëdo që të bësh dhe kudo që të shkosh është e pashmangshme për të paguar. Unë në fillim nuk e dija këtë para disa vitesh, dhe kam bërë përpjekje kështu titanike po themi për një rast, sepse mendoja që ishte padrejtësi. Dhe në fund pastaj rezultoi që jo, çdo aplikim që nuk është bërë në kohë e kësaj natyre, ajo gjobë vendosur është e pashmangshme edhe Zoti zbres në tokë. Sikur person një përtequr gjobën, uoqën të gjobat. Jo, s'ka lidhje me këta, është
Është për gjobat e atyre që kanë ndërtuar pa leje. Jo, pa investime. Ti nuk je gjobitur për këtë gjë, më kupton? Para pak javësh. Për fondë kryeministri do të ishin gjitha gjoba. Jo, kjo jo i dashur. Kjo jo sepse nuk ka lidhje me. Jo akoma, nuk e di në rast se do të hiqet ndonjë ditë kjo gjë, por deri tani në momentin që flasim është e pashmangshme për të paguar. Më beso për këtë. S'ka shmangje, s'ka rrugë. Nuk ka është diçka që kam provuar dhe vet në përpjekje për jo vet personalisht se s'kisha unë, por për një rast të dikujt. Ka kohë, ka vite. Dhe unë nuk e dija që funksiononte kështu dhe mu duk paradoks në fillim kur ma shpjeguan. Por pastaj ishte e tillë. Dhe nuk ka as apelim as fare. Nuk mund procedosh për asgjë në rast se nuk paguan atë gjobën. Vazhdon akoma. Po i dashur. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën e ty. Do të presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Fal. Po do flasësh ti vllase. Ti e ke radhë. Po. Dhe lidh me Klodin, bra. Klodi jam. Fal. Jam një njeria për 3 herë në kokë. Okej. Am tako, shoqëruesja s'm tako. I dashur, e para të shkuara, çdo përfitim ose çdo mundësi për të përfituar, qoftë ju, qoftë një kujdestar, bëhet me aplikim. Dhe nuk duhet ta neglizhoni personi që juve keni vendosur që t'ju shoqërojë. Po ku mund të dërsohem për këtë punë? Në sigurinë shoqërore dashur. Ke sigurinë shoqërore? Do bëj dokumentet sipas asaj që ti i ke bërë në fillim, që të jetë në kushtet e aplikimit, pastaj dokumentet shkojnë në kembin e pror. Faleminderit. Faleminderit ju, më të mirën uroj. Shkoj me telefonatën e radhës, mirëmëngjesi. Apo në reklama. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëroni. Ju s'as pak me ta, me Klodin. Po, urdhoni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, të dëgjoj. Me Klodin flas. Klodi jam. Jo, më fale, në 2002 që unë i ka ikur me gjithë nusë, me gjithë shumë të vokër, për e jetë ma të një ka i gjithi. Masa ne aty e në ka përshtyre greke, e në kështu në dogan, edhe i ka thonë gjobi 100.000 lekë. Po. Ka 23-4 vjetë, akoma i bjen letra. E qëmë një së kështu. Ashtu, Ashtu e shtetit. I ka shkuj gjoba të një 187.000 lekë. Për nga zërë për mbarimi që ka jo. E në verë hoqa me për para, i mërë të njerëzit, po i fusën burk, osha dënimin 10 vjet e hishte. Jo, 23 vjet i me, i vje letra nga zërë për mbarimi të korës dhe në paston, të pa unë 187.000 lekët. Okej. Po shikoj, pse nuk e ka apeluar atë gjobë? Ku të apeloj? Ajo që shtetit. Edhe sa kohë ka kaluar tani? 23 vjet. 23 vjet, 2200. Merë. Kështu ka dhe numër vendimi, po unë nuk e di që ta është ose... Jo, s'ka lidhje, ajo e para është e vjetë njërë, e dyta, nuk e di, duhet paguar, i kanë thënë gjë kur kalon dogan, apo? Po nuk ka fare këtu e, 20 vjet. Po pse s'ka? Unë se ka parë që më në sy, e këta 2 lekët. Është argument? A vendimi numër 4.752. Po duhet paguar ajo i dashur. Nëse e ka marrë gjobët, do paguhet. Ore, nuk ka s'keni e kufinisë dhe i për punë. Po jo, po nuk lejohet, me vizat nuk lejohet për punë. Në vitit 2002, e dhe tani thonë 23 vjet. Po. Po pra, po nëse... Po që ka në sy, tani të pagu gjobën. I dashur, edhe njërë, po pra, po kod nuk e dim në kod apo plot, më kupton? E para, e dyta, në rast se ju keni menduar që është kod, do ta kishit apeluar këtë masë. Po ku të gjatë apelojër, unë s'parvesh, unë jam i jatë, jam pensionist. E kuptova. Të përshëndesit dashur, dhe të uroj më të mira, kalojmë publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e tretë.
Jemi në studio në pjesën e tretë programit, ora 8:01 minutë, vijon komunikimi me ju për orës 7:20 edhe numrat e rin të lutem 068 99 00008 dhe 068 6054 639. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodieni në të dhëtë. Po, Klodia. Tani jam I banore në Peqini. Edhe du të pyesja unë, I kam mush 68, tani edhe 2 vjetë do bëj unë prap letra. Për çfarë do bësh 2 vjetë letra, zonjë? Pa vajtë ke sigurime, do të më thanë që Ule televizorin të lutem. 2 vite tjera, që çova letra të doktorit. O shpirt, ule zërin e televizorit se nuk të dëgjoj fare, të lutem. Ule se I kishe mirë. Po. Ule në 0 se nuk të duhet. Ule në 0. Po, bukur. Tani, vajta më çova letrën, e marrë ke doktori, kam 16 vite që bëj letrat, ama edhe 2 vite të tjera do bëj unë. Po çfarë do bësh të 2 vite të tjera? Bëj letrat pra që kam dalë në kem. Po? Vitin tjetër, 2006, në mosh plot 70. Prap do bëj vitin tjetër, e do bësh edhe 2 vite tjera, çova letrën në doktorit. Po, nëse ju kërkojnë patjetër, zonjë, po. Po I mushën që shohin tjetër, unë 70 prap do bëj vitin tjetër. 2007, më tha ti. Gjithmonë që sa herë t'ju kërkohen, dashur do bëhen dokumentet. Po. Nuk është shmangë. Bë, mirë në 18 vite unë punë, më kanë dalë 11 vite I gjysë. Vitet e një fjallë kam bon, më kam 7 kelamaj. 6 kam 5 tani, por ato raportet në 6 muaj futen ke vitit punës, futen ato 6 muaj. Cilat raporte? Raportet e fëmijëve që më kam lindur. Patjetër, në rast se ato janë të rregullta, sigurisht që po. Dakor? Futen ke viti, po. Faleminderit, po zonjë. Faleminderit për telefonatën, gjithë të mirat. Jo, faleminderit. Sikur këto kamerat ktheheshin kështu, nuk e di domosdoshmë. Se di kë kemi të regji. Po hajdeni, po jeni kështu, hajdeni këtej para. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi folur para një javë afërsisht bashk, kam të 2 parcela që nuk u kam të marrë certifikatën, kam filluar që në 2018, kam të marrë 7 parcela, më kanë ngelur edhe 2 parcela pa marrë. Kam dërguar për njërën me hartë, problem me kufitarët nuk kam, harta është nga kadastra dhe nga komuna apo që administrative, kurse me tjetër kanë ardhur, më thamë për mbi vendosje, kanë ardhur e kanë matur 2 herë, edhe parcelën time edhe të gjithë si përfaqen. Edhe akoma nuk më kanë dhënë asnjë përgjigje. Kur ka ndodhur? Më kthyen një përgjigje pa. Kur ka ndodhur? Urdhëra? Kur ka ndodhur? Në 2023 nuk kam bërë një aplikim, edhe më kanë thënë përgjigje, më thonë nuk është dokumentacioni I plot. Që dokumentacioni mund t'u tregoj unë përveç këtyre atyre. Po nuk e di. Unë jam si Zykaj na Vlorës. Më nis dokumentin. Po, unë të dërgova një faqe, apo I do t'i dërgoj me edhe hartat edhe të gjitha ato. Si që kam bërë aplikimin atje. Do t'a dërgoj komplet, ato... Dokumentin që ke aplikuar I dashur. Po. Në rregull. Falenderoj shumë. Po, unë t'a dërgova një faqe aplikimi. Më dërgo dokumentin... Edhe më the që do flasëm në WhatsApp, unë nuk e di Po, ku ma dërgove, dashur? Ku ma dërgove? Të WhatsApp-i. Kam dërguar para një jave, po them. Me emër? Me emër Ylsi Zykaj. Hysi? Ylsi Zykaj. Ku ma ke dërguar, Ylsi? Më the që do flasëm në WhatsApp bashkë, ta dërgova më the edhe... Me i ta dërgoj. Me i ta dërgoj prap. Ku ma ke dërguar pra që ta shoh? Tek ky numër këtu, tek ky numër që flasim.
Jo, te ky numër jo i nderuar. Unë me këtë numër folëm bashkë edhe me këtë. Megjithatë s'ka problem. Ta dërgoj prapë me këtë numër. Jo me këtë numër, ti nuk e ke numrin tim. Ma jep numrin tënd i nderuar. 06 069 Po. 20 22 Po. 680. 60. Ku banon? Në Cerkovin të Vlorës. Komuna Novosel. Okej, në rregull. Faleminderit i dashur. Urdhra? Do të shkruaj unë, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Gjithë të mirat. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, më mirë ti. Mirëmëngjes. Alo. Urdhro. Më mirë. Mirëmëngjes. Ku mba aplikimin e tokës edhe të shtëpisë para 5 vjetës, edhe më ka dalë vetëm leja e legalizimit të trollit, edhe të shtëpisë më ka dalë ajo e hipotekës. Sepse më kanë dalë të dy edhe të trollit edhe të tokës. Po nuk dalë të dyja, janë aplikime të ndryshme nderuar. Po unë i kum pagu të gjitha ashtu, siç më ka dalë ajo e hipotekës trollit, vetëm ka dalë ajo e trollit. Jo, edhe një herë, janë aplikime të ndryshme, pasi të del certifikata e pronësisë shtëpisë, do të aplikosh për trollin. Do të aplikoj pa përsëdytje? Jo përsëdytje i nderuar, s'ke aplikuar një herë, s'ke aplikuar asnjëherë, pse thua përsëdytje? Jo, kum aplikuar, po më dëgjoj pak pra. Po. Aplikimi për shtëpinë dhe aplikimi për truallin janë dy aplikime më vete, janë të ndara me njëri tjetrin. Kur të del shtëpia aplikohet për truallin. Më kupton? Po. Nuk të del në një, s'ka se si të del. Pagese se kum paguani shumë lekë, atë nuk e di, po nuk ka shumë pagese kështu. Wow, pagesa shërbimi janë ato. Po pagesa shërbimi. Ku me apliku me notere me këto? Në Albania ose me notere, po dhe noteri në Albania aplikon, kështu që si të duash ti. Zgjedh vet. Lodi, shumë faleminderit. Asgjë të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Faleminderit. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Alo. Ule zërin televizorit. Po. Urdhëro. Alo. Urdhëro. Mëngjes i Klodi. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Laçi. Kam biseduar me ty para një muaji për problemin e pensionit. Po? Dhe kam dalë pension dhe nuk më paguajnë ato lekë drita, kompensimin e dritave. Kompensimin e dritave duhet ta aplikosh? Po, më aplikoj thot për jetë debitor thot ke qezi. Po do se je debitor do paguash. Kam pas një job, dy joba, dhe kam hedhë gjyq, kam fitu gjyqin Laç. Jo, nuk e po. Edhe kam qenë dy fletë vendimet e gjykatës, kam qenë në Tiranë, nuk më hekin ata. Njërin e kanë hek, njërin jo. Okej. Para një muaj kam folë me ty. Pa i më folën me ty dhe më se me numrin e telefonit. Ja kam dhënë numrin e telefonit dhe shkruaj atona. Edhe njëri nderuar, në rast se kjo gjë është në proces gjyqësor akoma. Jo, kam mbaruar në 2014 kam mbaruar, i thon 11 vjet, kam 2 Kur e ke bërë aplikimin ti? 2014 kam marrë 2 vendime gjykatare. Ore kur e ke bërë aplikimin për kompensim energjie i dashur? Ku dola më çan vjet e kam bërë. Po jo duhet të përsërisësh prapë. Po nuk e di, më dash numrin e telefonit dhe me telefonin. Po pra, kjo është përgjigja pra, duhet ta përsërisësh prapë. Më kupton? Bëj aplikim të ri, nderuar. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe ti për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Larguar. Presim pak qaste, ora 8:11 minuta, kjo është pjesa e tretë. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Urdhëroni. Kam një hall fakt. Më thuaj. Para 3 vjetësh patëm bu një job, unë kam një biznes të vogël, në Tiranë. Po? Edhe ka punu buri, në fakt, aty. Buri mu smur. Edhe unë kalova direkt aty vetë, mas
asaj gjëje. Si kalove direkt, për çfarë? Duke punu në vend burrit, kjo biznes i vogël. Pastaj, Edhe? një 2 vjet, unë fakt si pagova siguracionet, se ose do i pagoj, ose zvesha, se nuk ja dija radhën ne kishim një ekonomist në fakt. Po, çfarë problemi shkaktoi kjo? Pastaj më merr një job, se u bë 2 vjet ato sigurimin. Po. Gjoba ishte 3 milion e ca lek. Veç asaj, sigurimet ishin 3 milion e ca, gjoba ishte 3 milion e ca. Ishte gjobë shumë e madhe, ishin të vëshoja, ishin gjoba, ku diun çfarë ishin tjera, nuk e di. Edhe unë nuk i kam pagu, se pensioniste jam, i pagova ato sigurimet, pastaj unë. Mi po ka ngel këto tjerat. Këto ka 3 vjet jem bë, do me thonë nga 3 milion jem bë 4 e ca. Qa të bëj unë pensioniste jam. Po duhet paguar. Pastaj pata një llogarit vogël atje në bankë dhe ato ma kanë bllokuar. Të shumë kam nevojë për t'i marrë dhe ato. Mendova se mos i falin të shë para zgjedhjeve kështu e mora vesh. Edhe mund të ndodh, po mund ta themi, e kupton. Kemi çfarë bëjmë? Shumë, nuk është pak, se unë nuk e dija se do mi bin këto gjoba, se i kisha pagu me qënë, se unë më duheshin t'i paguj për pensionin. E di dashur, po. S'kemi çfarë i bëjmë asaj. Për çfarë mund bëhet ta? Asgjë, do të paguar që të hapet rrugë shërbimeve të tjera dash. Shumë lek, jo ata nuk janë se ç'është gjë e gjobe madhe, gjobe, di qa ishin të vëshoja, nuk e di qa ishin të gjona. E di e dashur, por s'kemi që bëjmë. Më vjen shumë keq. Falenderoj. Shkoj me tjetër, telefonues, mirëmëngjesi. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E ka të bëj një pyetje. Pa tjetër. Më të polici më lartë se jam plakë dhe nuk më gjëj shumë. Më thuaj. Kur unë danë të bonusat, për fëmijët jetima, u dhanë shpërblim? Jo. Jo. Jo i dash. Mirë, faleminderit. Tu përshëndes, faleminderit edhe ty për telefonatën. Do të shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Urdhroni? Klodi? Po, Klodi jam, po vetëm ule zërin televizorit. Po. Ule zërin televizorit, zotri? Klodi? Po. Përshëndetje. Ka marrë javën e kaluar unë për këtë problemin e kësaj aloizmit këtu. Nuk ka marrë përgjigje. Cili rasti ndëruar? Por da? Cili rasti jeni? Unë jam nga Fieri, Aristir Guxa quhem me 056, numri fundit. More një përgjigje dhe nga ju se më thesë që do komunikojmë bashkë. 0 sa? 05556. 056? Po. Po me emër, si e ke emrin? Aristir Guxa. Po s'kemi folur në telefonin? Nuk kemi folur në telefon, s'ka marrë unë në telefon. Po ku mi ke nisur dokumentet, dashur? S'kam nisur dokumentet, kam folur se të thash që unë përgjigjen e fundit nga aloizmi e kam marrë që do vesh të aplikosh në përsëri në ILB-n. Unë jam interesuar. Andaj nga ILB-n e këtu në Fier nuk mërëve se ka zyra që kam këta atje, s'merë me këtë punota, i kje i avokata, ku dhe unë që më thashtë... Po pse avokat? Ke probleme? Po nuk më marë përgjigje zyrtarisht me letra si që kam bërë të gjitha. Se që kam da që vërda, unë i kam bërë në përmjet bashkive, ku dhe unë... Dhe çfarë përgjigje ke marë? Për herë të fundit jam takuar në zyrën e drejtorit, edhe më ka thënë që me mua ke mbaruar punë. Po me kësë ke mbaruar punë? Tani unë nuk di se që aplikimi duhet bëj, se thashë edhe radhën e parë. Po, me kë nuk ke mbaruar punë?
Shiko, ai drejtori më thot mua, tani bashkë ke mbaruar punë, ke mbaruar nga unë. Unë duhet certifikate, unë ku do ta marr certifikatën? Asnjë dokument se kur folëm atë ditë i thot asaj punonjëses atje, sot a nesër ne do t'i dërgojmë. Po pra, do t'i dërgojmë, po edhe një herë. Në rast se i ka thonë ke mbaruar punë me mua, më kës ke mbaruar punë, ka ikur. Okej, do marrë sërish, s'ka problem. Shkoj me tjetër telefonat në 068 99 00008 në 068 654 639 në ndjes. Në këtë pjesë të tretë, 8:17 ora. Mirëmëngjesi. Alo. Alo? Urdhëro. Njusi se 4-shi? Jo. Ora njus? Po. Përshëndetje, desha me pyet diçka. Po. E kam shumë kohë që... Vetëm u le zërin e televizorit i nderuar. Po. Unë pata nevojë vetëm me i sugjerim se ju asnjë s'po rregulloni. Neve? Neve, po. Unë jam nga Tropoja. Kush nuk po rregullon asgjë, se kuptova? Të lutem shumë. Ka mbi 10 vjet që mundon që të kapi nuk se kapi dot. Dëgjoj pak i nderuar. Po. Kush nuk rregullon asgjë, se kuptova? Nuk rregulloni se nuk kape telefoni. Nuk kape telefoni? Duhet me qenë pak i shkathet i dashur. Me i shkathet, në na gjithë ditë më bërë, jena me probleme. Qa them, fakti që marrin çdo ditë nga 50, 60, 70 telefonues do të thotë që e kapin. E di, Klodi, kam shumë respekt për ti, po nuk të kapi dot. Po s'është faji im, o i dashur? Mirë, imi. Ha. Unë kam një problem, kam bën një aplikim për pasuri, ke Air Albania e kam me dokument, am në gjo. Po. E kam me dokument, kam paguar dhe faturën, e kam që ke Air Albania qysh në shkurt, vitit kalur, e më kanë qenë një përgjigje negative. Po, si negative, çdo më thonë? Për pronë. Po. Nuk di tash ç'a më bën. Nga do shkoj. Po çfarë negative, çfarë do të thotë negative? Negative ma kanë thënë, jo duhet ky dokument. Unë gjithë dokumentat ka janë për si i kam dërguar. Am kupton? Edhe s'kam marrë rast si ma kanë thënë një përgjigje tepër negative, jo, duhet kjo. Nuk e di. Klodi, po të dëgjoj. Po, ata e kam paguën atë taksën që duhet për Air Albanian. Po mirë, çfarë përgjigje ke marrë? Si ke dokumentë në rregull, po nuk kena dokumenta tjerë na. Toka është e imja. Është në hipotekën, në katë dasër, në gjithë ku është. E më kanë sjellë përgjigje negative. Po si negative? Qa do thotë negative? Negative, thot, me sjellë dokumenta tjerë, thot. Çfarë dokumenta? Ka dokumenta tjerë që sjellën e. Qiko, më nis një dokument që ke aplikuar i dashur në mënyrë që ta shoh vetë se vetëm e kaq. Kam gjithë të letrat, po s'kam mundësi më rëbor se i sharë këti. Po jo çdo përshte unë, po. Am kupton, po, s'kam se kam njërën e... Le një numër telefoni shpejt të lutem. Më jep një numër telefoni. 068 Po. 24 12 Po. 622. 622. Po. E kam Klodi, të lutem shumë, e kam qysën shkurt të vitit kaluar që kam bërë aplikimin, më kam pru një përgjigje këta Air Albania dhe nuk di sa më thonë. Që se ki mundësi, unë e kam përpronë, është pronë e ime, am kupto? E kuptova. Mirë, do flasim pas emisionit. E kam me hartë, e kam me gjithë shka. Do flasim pas emisionit, i dashur, dakord? Kur sot? Po sot, javës tjetër, po numrin tuaj e kam, kështu që. Klodi, që se ki mundësi një mom, të lutem. Faleminderit i nderuar. Për telefonatën, do të shkoj me tjetër. Alo?
Alo. Do flasë pas emisionit ose nga javë tjetër? Jo, more, jo, do flasësh tani e kisha me tjetër. Alo. Alo. Urdhëro. Fole. I thash një tjetëri unë për telefon, tani e keni radhën juve. Mirë, në rregull, se folëm për ne. Jo, nuk folëm, fola me tjetëri dashur. E po me mua ke nga Bashkia e Divjak. Po, përshëndetje, më thuaj. Fola me tjetër i nderuar, tani e ke radhën ti. Po unë folë për të halë dhe kishe unë jam invalid për atësh. Nuk të... Më thuaj i nderuar se fola me dikë tjetër, tani e keni radhën ju. Po folëm bashkë o Klodi. O i nderuar tani se janë fola me tjetër urdhëro, tani e ke radhën ti. Po jam një televizikuese nga zona e Divjakës. Po. Edhe kom vite që kom dalë në kemp, kam 22.000 lekë meshë nga bashkia, ne i kanë ndalu, kemi 3 muaj që ne si marim. 3 muaj? Po, nuk për në japin. Po kontrollohen dosje, thoi edhe se shkovën sigurisht shëqyra, më këtë përgjigjim ktheu ai çuni atje, mësoj që përishikohen dosje, thoi edhe prit kur të dalin. Ku, në cilën zonë? Kanë 3 muaj në tumë. Në cilën zonë? Në cilën zonë i dashur që të pyesim? Zona e Divjakës. Në Divjakë? Bashkia e Divjakë. Kishte ndodhur më përpara kjo? Po s'ka ndodhur ndonjëherë, unë kam kaq vite që kam dalë në kemp, kam 35 vjet që kam dalë në kemp, jam invalid i vjetër, edhe i ka pasmuar vazhdimisht në rregull, se unë jam pensionist. Kupton? Okej, do pyesim i dashur, faleminderit shumë. Faleminderit. Ne mbajmë edhe shënim, faleminderit ju për telefonatën. Jemi në fund pjesës së tretë, ora 8:23 minuta. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Alo? Po. Vetëm do të them kaq. Më thuaj. Gëzohem që të ketë fëmijët 1, prindri 2 dhe ti vet 3. Faleminderit. E dyta, gëzohem që ti respekton të gjithë personat që të kanë hallë dhe probleme. Pse jo? Kaq, miru pafshim. Shumë faleminderit i dashur. Faleminderit shumë. Okej. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo. Alo. Urdhroni. Zoti Klodi. Klodi jam. Ule zërin televizorit, të lutem. Jo, ti. Po ule zërin televizorit. Unë jam. Ore, zoti Klodi. Po. Kemi një problem, po flasë nga Berati. Më thuaj. Ka mbyllu letrat e tokës dhe në shkurt të 23-shit. Të 23-shit? Po. Një vit pas... 23-shit. Okej, thasë dhe 23-shit. Një dit... Akoma nuk përre maj, nuk ka një dit para çlirimit. Ma noterja në zyrë. Po? Kysh bëhet kjo muhabet. Ajo thot pritë se janë këthyër, do t'i maj bashkia, se shmë thot, rënë rrëmë, qatë bëjtë. Ku keni aplikuar ju i dashur? Dhe në... Jo kur, jo. 23-shit. Në cilën kadastër, ku ndodhet prona? Po, ule atë zërin e televizorit, ule. Ule, në berat. Okej, do flasim pas reklamave, publicitet kthehemi pas pak. Mi kthehemi në studion në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, në këto 20 minuta, edhe... Ta them apo? Okej, bukur. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Jo, po... Mirëmëngjesi. Jam bashkim Durmishi ose në vogël. Po. Të kam marrë 5-6 herë për punë e dosjes. Po. Edhe akoma nuk është kthyer dosja nga Tirana te Shkopi. E dinur, duhet bërë me kërkesa jo, ta kam shkruar mesazh. Me kërkesë, Po tjetër. Për kthim dosje dhe pastaj në rast se do ketë problem tjetër. Do të marr pas emisionit bashkim, mirë? Ose më shkruaj një mesazh. E mirë. Falenderoj. Mirë, hajt. Ditë bukur. Faleminderit e ty për telefonatën, shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirë pak audio dhe mua. 8:32 ora. Ju presim? Okej. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Ne ke kam komplikuar? Uleni zërin e televizorit, ju lutem, në radhë parë. Si? Uleni zërin e televizorit një herë. Me. Ule. Po pse mbyllëm ose bashkë po flisnim po? Nese, s'ka gjë. Shkojmë të radhës, mirëmëngjesi. Alo, Klodi, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar. Kam i diçka për të sqaruar, inshallah më ndihmon. Më thuaj. Në datën 17 maj, 17 janar, një gazetë të nxjerr listat e këtyre trashëgimtarë që do kompensohen. Bukur. Nga ana financiare. Edhe unë kam këtë problem. Edhe më dolën fiks këta emra. Tash si mund të interesohem me qyshe teke. E kështë edhe me zonë kadastrale. E ke parasysh? Po, kur e ke parë? Me 17 janar. Gjithë emrat. Qa ka mund bivendosje me këta ishpronar ke zona kadastrale 82-20. Kuptova. Po cili institucion e kështë publikuar listën? ATP-ja. ATP-ja? Po, fondi 1.1 miliard edhe gjithë emrat atyre dhe kur ndalin këta. Po ti, pasgjë, nëse ti ke çuar dokumentet, thjesht do presësh që të kalojnë lekët në llogari prandaj. Kaq. Jo. Je për kompensim fizik. Unë jam në shtëpi aty, edhe këta tash nuk e di, a kompenson për te trulla. A ka për atë? Po patjetër, nëse janë në listë, po sigurisht po. Ti e ke për të nxjerrë certifikatën tënde pastaj. Pasi kompensohen këta. Po pa ishin për te. Po pra po, se do kompensohet ishpronari, pastaj të jepet ajo. Jo, deshe me ditë, a është për te zonë, për te trull që ka mund? Nuk e di atë zonë, nuk e di të dhënat e trullit aty. Cila zonë kadastrale është? Më dërgo të dhënat edhe ta shoh. 82-20. Po aty çfarë thoshte, cila zonë kadastrale në gazetë? 82-20 mbi vendosje, thote, e ka shkrinjë aty. Mbi vendosje, ishpronart dhe kompenson me te fondin. Po, në rregull e kjo atëherë. Ajo është. Nëse ka qenë kështu dhe në gazetë, edhe në zonë kadastrale të dokumentet të tua është kështu, ajo ka qenë. Po, tash shkoi ditë që ATP-ja tha, duhet me shku ka SHK-ja. S'ka lidhje ATP-ja tani me ty, nderuar. Ti do shkosh gjithmonë te kadastra. Ta gjithmonë ke kadastra tash. Po s'ke punë ti te ATP-ja, ATP-ja merr lekët ai që ka tokën. Dhe në momenti që ai kompensohet, ty të hapet rruga për certifikat pronësie, që ka kadastra për këtë. Po për te deshën e di që është tamam kjo apo s'është tamam për te, se ndoshta mos ka edhe. Nuk ka lidhje fare, në rast se zona po jo, s'ka zonë tjetër kadastrale me dy shifra të njëjta. Nëse zona kadastrale është ajo që thoni ju, atëherë kjo është. Dhe juve do të shkoni, ju s'keni punë me ATP-n, ju keni vetëm kadastër. Tash ç'a të bëj ke kadastrën? Do aplikosh për certifikat pronësie ose do aplikosh për statusin e pronës në rast se është kompensuar ishpronari apo jo? Mirë, Klodi, falenderoj. Po ti gjithmonë ke punë me kadastrën, jo me ATP-n. Okej, falenderoj. Falenderoj unë ty. Gjithë të mirat, shkoj me tjetër telefonat, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dashur, uleni zërin televizorit, ju lutem. Televizor në të dhomë s'kame? E mirë fola atële. Po tani. E ule. Tani ule. Jam një pensioniste. Aha. Ky bonus si pensionit mi e thash që jepe tani për sinë e pranverës. Deri kur e ka afati? Po ka disa muaj, 10. Ka disa muaj afat. Nuk përfundon tani në fund të muajit? Jo e dashur. Mund ta marrësh edhe më vonë. Shtyhet. Faleminderit. Shtyhet. Faleminderit edhe ju për telefonatën, ditë bukur. Ne jemi në 15 minutat e fundit të emisionit për takimin e fundit po ashtu për këtë javë, premte, 14 mars. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Doja të pyesja për të Albania kam bërë kërkesën për pension në janar dhe akoma s'm ka ardhur përgjigje. Në janar, po jo, është herët e dashur. Është herët. Po, vonojnë pak ato procedura, po mos u shqetëso sepse e drejta për pension do të lind nga momenti kur ke plotësuar moshën. Po mirë, se s'kam kohë shumë, sa më qeshor duhet dalë. Si? Me qeshor unë do të dalë, është afati i fundit. S'ka lidhje zonjë, është herët akoma. Mos u shqetëso, nëse ke për aplikimin do prisni përgjigjen, është ende herët. Shumë faleminderit. Dakor? Asgjë fare. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje.
Urdhroni. Doja të bëja një pyetje, kemi një hallë se kemi bërë skaner koronare te Memoriali Turkut. Dhe nuk kemi marrë përgjigje. Pa ilaçe jemi pa gjë. Se si do vej halli me ne pensionistë. E di edhe dje kishim një rast të ngjashëm me këtë gjë. Në emër të kujt është bërë kjo ndërhyrje? Nezmije Shpërdeja. Kush e pret përgjigjen? Kush? Nezmije Shpërdeja. Po keni ndonjë kontakt atje që mund ta pyesni apo thjesht ata ju kanë marrë numrin juve? Po kemi pyetur akoma, nuk ka radiolog të lexojë atë përgjigjen e skanit. Po mi më jep se e lexoj vetë thuaj. Po nuk hapet, e kam marrë si kaset dhe e kam mësuar, nuk hapet. Se ku do gjej un radiolog? Vete e soj të doktori zemrës, sot nuk e hap. Po ti e ke marrë atë? Ka marrë diskun. Diskun ka marrë, po që duar, kot sa e ka marrë. Po mirë, s'ka ndonjë mjek aty që mund ta lexoj? Po nuk e lexon, ajo e zemrës nuk e lexon dot. Ço di madhe. Ç'të themi? U mendova se ke marrë përgjigjen fare. Nuk e ka marrë përgjigjen fare, se duhet që ta shkroj radiologu atje. Ta shkroj përgjigjen, ta shikoj radiologu atje në spital, edhe të veshte i zemrës të japi kurimin. Kuptova. Okej, do e përcjellim edhe këtë shqetësim bashkë me atë të ditës së dieshme që folëm. Faleminderit e dashur. Po pa të mundësi. Patjetër ne nuk na kushton asgjë, por tani po vjen 3 muaj që e kemi bërë. Si? Kemi 3 muaj që e kemi bërë atën. E di, mërshme. Skaner koronare dhe nuk ka radiolog për të lexuar. Presim radiolog. Mirë, marrim rrezet kot. Atë thuaj. Mirë dashur, përshëndes, faleminderit. Shkojmë me tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Tashin mjesti dërgova një 2 ke Instagrami ato kërkesat. Jam aquni që erdhe takova në... Ku mi dërgove? Ke në Instagram t'i kanë qu. Me çfarë emri? Është Ismet Izeti. Ai aplikimi i lejes, i shtyre Safatit, kurse për atë certifikatën e pronësisë nuk kanë dokument tjetër, vetëm këtë vërtetimin që të kanë nisë. Nuk ma ke, Ismet, me emrin e kujt ma ke nisur këtë, se ti nuk... Emrin jop në që është? Po jo më imi mirë, po nga adresa e kujt? Në Instagram e shkrujt atje Klodi... Po, kush ma ka nisur pra? Emri asaj ke telefoni, është Vangeli e ka emrin, telefon. Unë se kam telefonin ashtu me bishtë. Po, talima pas ka nisur. Ta shitë mjesë, i gjysmore ke. Çfarë ke nisur dhe një të kjo? Po të kam pru, kjo është numri aplikimit që e kam shkujt me atje, që është originali. Se të po cilat me ti majte të lejnë e shtyre Safatit dhe kjo është aplikimi i lejës, numri aplikimit. Kjo është aplikimi, po ne se s'ka gjë. Okej, do pyes. Kurse këtë tjetër kam vërtetimin, edhe s'ka marrë tjetër dokument për certifikatë e pronësisë. Okej. Mirë Ismet. Do ngjerë kontakt. Gjithë mira, faleminderit. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje zot. Përshëndetje. Klodin duhet të flas. Klodi jam. Dëgjoj Klodi. Po. Kemi mbyllur letrat e tokave të jemi nga Berati. 2 profesionistë jemi 2 plek, nuk na ndihmon njëri fare. I kemi mbyllur letrat që në 2024 në mars 2024. I kemi paguar parat në bank, parat e ati që ma toka qaj so se nuk i ditë të tëra të lutën, se jam pleqeri, geometrë qaj so nuk e ditë. Edhe në të kemi paguar edhe asë një loj përgjigje nuk në të në vend pyesin, na thonë se do dalin këtu, do dalin si, na kanë bëj njërë, letët na jenë dhe letët se kemi marrë. Kur e keni bërë aplikimin, Zoj? Aplikimin kemi bërë që në mars të 2024. E keni dokumentin e aplikimit, apo jo? Po, i kemi dhe ato para që kemi paguar në bankë. Një vetëm aplikimi mu duhet mua, Zoj. Aplikimi... Dokumenti që ke aplikuar. Kemi aplikuar, Po. Me si kërë letrat ati e varur. Letrat. Edhe, ajo në të veni të esim të në... Jo, duhet të ma nisësh kështu e dashur, format, duhet të ma nisësh me foto. Si që dhe një me foto,
Si ja bëjmë? Mundohu të lutem, sepse vetëm ajo na duhet. Po mirë, me nuk, po ne nuk dim t'i bëjmë ato, se ne jemi pleqerime. Po pra, po gjedi ka, të lutem. Po si kur ti nisë më vonë. Më vonë, jo tani. Mirë, bravo. Më vonë. Bravo. Pa me rak fare. Faleminderit e dashur. Një nderuar. Të përqafoj, faleminderit shumë. Edhe ty. Të presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, jo Klod. Mirëmëngjes. Gëzuar festën. Gëzuar. Verës, e diell dhe vere po për herë. Edhe ti, Të përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Fala nga Berlini. Thank you. Faleminderit. Mirë, pra, shnet, po shumë për s'largo me gjithë kalamaj. Edhe ne shumë. Mirë ngjofshim. Ditë mare të bukur. Faleminderit edhe juve. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Uleni zërin e televizorit. Alo. Urdhro. Klodi jam, po ule zërin e televizorit. E kemi ujë. Ule, more? Po. Dëgjo. Urdhro. Kam një person që në gjykatën e Alpetit penal të administrativës. Po? Kam atë personi dhe i kanë bu gjobë. I kanë vendos gjobë? Po. Për çfarë? Është mosha 80 vjeç. Ka qenë 13 vjeç që paguën. Po për çfarë i kanë vendosur gjobë? Nuk je në rregull me kombinat e sigurisë. Do të ka abuzim. Kur i çova unë ka dal debitore. Nuk je në çështje. Ka dal debitore. Nuk e di se personi është në moshën 80 vjeç. E kam tu në pasat. Nuk dëgjon një nga pesha. Po, në rast se ka dalë debitore dhe kjo është konstatuar nga auditi, duhet që të kthyer. Se në 2020 duke sikur është me bu për 7 për muaj, ose mora si dek. Në 25.000 dek në. Pension që e ka 250. Po pra. Po thash, nëse ka dalë debitore nga auditi, duhet paguar ajo i dashur. Po, hoqja e debitorit nuk e abuzim me datat, me dokumentat e certifikatat familjare, certifikatat personale e tjera. I kërkon një institut e sigurisë. Bilesh nga një qytet kategorinë se punon në një biologji. E kuptova. Nëse ka dalë debitore, thash dhe një herë, e duhet paguar. Nuk e di. Do paguhet e nderuar, nuk ka rrugë tjetër. Përshëndes dhe faleminderit. Se jemi edhe në fund. Okej. E kuptova. Duhet paguar i dashur, duhet paguar i nderuar se nuk po më dëgjon. Ikim me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Këto bën her pas here, bën në mënyrë të përsëritur këtë auditimin. Po urdhëroni i dashur. Urilia dhe më Klodi. Kam dalë. Si? Kam marrë në java 10 ditë përpara, atë unë le aty viteve të punës në siguracionet e Durrësit. Po, si është problemi? Urilia. Urdhëro. S'më kanë dalë një 7 vite punë. Ma vajtë kanë bërë kërkesë, ka më thënë s'po më dalit. Mora dhe ty e the ta verifikoj. Po si është problemi pra? Po s'më dalin një 7 vite kam qenë në kempe dhe nuk më kanë dalë. Sa vite kemë total? Ja, 7 s'më kanë dalë akoma. Dëgjoj pak i dëruar. Do dalin. Sa vite të bëhen total bashkë me kempin dhe ato të punës? Po kam punës më kanë dalë 20 vjetë e 6 muaj. Një 7 vjetë s'më kanë dalë. 6 vjetë dualën, në 93 dhe në 98. Ku ke punuar 93-98? Po kam qenë në kemp, 93 dhe në 2005 kam qenë në kemp. Edhe njerë, po dëgjoj pak pra. Sa ke punë dhe kemp? Sa vite ke në total të dyja, dhe punë dhe kemp? Po si pas asaj do bëshin 30 sa vjetë. Sa 30 sa? 10 vjetë, se 6 vjetë më ka dalë të kempit, dhe 13 vjetë kooperativës. Po cilat vite të mungojnë tani pra? Të kempit. Nga 98 dhe në 2005.
98-2005. Po pse nuk të dalin pra, se s'ka arsye mos dalin? Po s'po i gjejmë dot, po një ashtu, kam vajtur 2-3 herë, kam bërë kërkesë e vdenja, çfarë do thonë? I ketë sakta dokumentat që kethat, po e verifikojnë, po e bëjnë. Çfarë moshe keni ju dashur? 65 vjeç. Edhe po aplikon për pension? Kam aplikon, unë kam marrë, se kam dalë gjim një qeshor pension. Të ka dalë pensioni pa këto vite? Po, 93.000 lekë. Më ke marrë dhe para disa ditësh nuk e apo jo? Kam marrë pensionin 93.000. Jo, më ke marrë në telefon para disa ditësh më duket. Kam marrë para disa ditësh se do ta shikoj. Si e ke emrin se më duket se kam një Guri. Guri kush? Lazi. Po pra. O Guri, po ty të kanë sqaruar sigurimet mo? E si kanë thënë? Jo, të kanë sqaruar, më kanë thënë, nga drejtoria e përgjithshme. Unë kanë vajtur edhe para 20 ditë vajta dhe më thanë ato të vi shumë shpejt përgjigja. Po s'm ka harë të dëgoj me saga të majtë të Ata thonë që e kemi sqaruar i nderuar. Dhe unë them të presim dhe pak ditë se ndoshta të vjen ajo. Dhe ka një gjë. Në momentin që ty do të gjenden këto vite, do të kthehen dhe lekët që nuk i ke marrë për këto vite deri sot. Unë të marrë këto tani u bato vetë pak. Jo, mos ka lidhje, i merr dhe ato patjetër. Të gjitha, kështu që presim edhe pak. Do vetë një jo, po mos shko, se për sa kohë kanë thënë prit, mos shkoj nderuar se ndjekim dhe ne paralelisht. Shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Jemi thuajse në fund, edhe 1 minutë kohë, telefonata dhe për pasojë e fundit për këtë takim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kloti. Urdhëro. Quhem Pregator Mustafa, një pyetje thjesht fare kisha për të bërën. Do të di, do marrim shpërblim si që morëm pensionistët për kempe të muaj. Si? Do marrim shpërblim edhe nëve që marrim kempe si pensionistët. E ke marrë pagesën e këtij muaji? Jo, se ka marrë, për 5 vite marrë. Do shkosh ta marrësh dhe ke dhe bonus. Do marrim? Po, nëse paguash nga sigurime shoqërore, po. Po mos paguash nga sigurime shoqërore? Jo. Mirë. Faleminderit edhe ty i nderuar për telefonatën. Gjithë të mirat, ditë dhe fundjavë të bukur. Kemi kohë edhe për një tjetër? Ikem, nuk kemi më kohë. Faleminderit gjithëve që na u bashkuat edhe sot. Ne takohemi gjatë ditës në lajme, të hënën ora juaj, të dielën ora sport. Ciao.